Zoti është I mirë. Jemi me njohë Zoti përdorën që është këtu prap. Zoti ka dëgjuar lutjet tona. Ne do vazhdojmë të lutemi për lutën, do vazhdojmë të lutemi për Evën edhe këto tjetër që ndihet jo mirë. Edhe Zoti ka në dorë trupat tanë, Zoti ka në dorë shpirtin tonë, mendjen tonë, emocionet tona. Edhe ne duhet t'ia dorëzojmë atij. Sot isha duke menduar edhe duke biseduar me shumë vëllezër, shumë motra që kërkojnë lutje. Ka nga ata që për një arsye apo për një tjetër lodhen. Edhe kur lodhen shpirtërisht, as nuk luten, as nuk lexojnë, edhe dorëzohen kur ne nuk I lutemi Zotit, kur ne nuk orfejmë fjalën e Zotit. Po bisedoja një ditë me një vëlla edhe më tha: "O pastor, po unë kam bërë tani, jam si I lodhur." Edhe thash: "Vëlla im, kemi vetëm një ilaç. Ilaçi që ne kemi kundër helmit është fjala e Perëndis, është gjaku I qenjit. Edhe kur ne shpallim fjalën e Zotit, kur ne shpallim gjakun e qenjit, Perëndia fillon dhe transformon jetën tona. Prandaj sot duhet të them mos u dorëzo. Thoni njëri tjetrit, mos u dorëzo. Por vazhdo, sepse Zoti I Madh është me ty. Thoj vetes, mos u dorëzo. Por vazhdo, sepse Zoti I Madh është me ty, ai është me mua. Zot, faleminderit që je me mua. Thuaj bashkë me mua tani. Zot Jezus, unë falenderoj që ti je me mua dhe unë nuk do dorëzohem së rrëfyeri shkrimin e shkrimit. Kam të mesazh për ty sot. Zoti po lufton për ty. E shikon apo se shikon ti është mobe tjetër. Ai lufton dhe ky është një lajm I gëzuar që Zoti lufton për mua. Dhe kur Zoti lufton për mua, fitoria është e sigurt. Mos e vër fare në dyshim, djalli do vjen në dyshim gjithmonë fitoren tënde. I tha Jezusit, zbrit nga kryqi. Pse? Se ai do fitonte. Dhe Jezusi nuk do fitonte për vete, por do fitonte për ty dhe për mua bashkë. Nga kryqi 2000 vjet më parë, Jezusi luftoi për mua dhe të pa ty dhe mua. Edhe çdo dhimbje ai e ka marrë në kryq. Dhe ti mund të thuash: Zot, faleminderit që ti ke marrë dhimbjet time në kryq. Ai po lëviz malet, shpeshherë malet dalin si pengesë përpara nesh, qoftë në formë njeriu, qoftë në formë problemi, qoftë në formë pune, në formë emocioni, në formë ëndrash. Ka momente që edhe unë që jam pastori juaj, zgjohem ndonjëherë I friksuar. Një nga ato momente ishte sot, ku ngrita nga krevati edhe nuk e dija se ku isha. Po pastaj thash, në emër të Jezusit thata, ti s'ke autoritet marrësh pushtet mbi mendjen time. Ti s'ke autoritet të marrësh pushtet mbi jetën time. Unë marr kontroll, marr autoritet në emrin e Zotit Jezu Krisht. Dhe ky mal është I lëvizur. Gjithçka që ti duhet të bësh është thjesht të mbjellësh farën e besimit. Kush është fara e besimit? Është fjala e Zotit. Shpallë fjalën e Zotit në jetën tënde. Ndërsa ti shpall fjalën e Zotit në jetën tënde, ajo mbin dhe prodhon fryt. Është koha të besosh përsëri për nivele të reja. Ndonjëherë ti je lutur, ke shpallur dhe ka plot njerëz që thonë: "O pastor, nuk e ke ide, nuk të di këty, por nuk e ke ide sa kam shpallur." Se dini ju sa kam shpallur unë për të arritur këtu. Vazhdo të shpallësh. Zoti do të ngrejë në nivele të reja. Dhe unë jam I njohur, Zot, faleminderit që ti do më ngresh në nivele të reja. Shkrimi I shenjtë fjala e Zotit flet për një veshje të armaturës së Perëndis. Bibla flet në Efesianët 6 që ne jemi në një luftë shpirtërore. Është një luftë ndërmjet errësirës dhe dritës, ndërmjet djallit dhe nesh. Dhe ne jemi transformuar nga mbretëria e errësirës në mbretërinë e dritës. Kush na mori? Na mori Jezusi. Jezusi vetë mundi djallin, tani ai do që ti dhe unë ta mundim djallin. Dhe ne kemi autoritet që mund ta mundim në emrin e Jezusit. Edhe Zoti na ka dhënë neve për krenaren e shpëtimit. Vendose në kokë. E thua: Zot, merr kontroll tani, vendosi në dorën në kokë. Në formë simbolizimi. Shpallë me mua, Zot, merr kontroll. Në emër të Jezusit. Mbi mendjen time, mbi emocionet e mia, mbi sytë e mi, mbi veshët e mi. Në emër të Jezusit, unë I vajos veshët e mi me fuqinë e Frymës së Shenjtë.
edhe asnjë gjë negative nuk do të hyjë në emër të Jezusit. Asnjë gjë negative nuk do të shohë sytë mi në emër të Jezusit. Asnjë gjë negative nuk do flasë goja ime në emër të Jezusit. Unë e nënshtroj mendjen time për krenares së shpëtimit. Unë do të shikoj në sytë mi shpëtimin e Zotit tim. Aleluja. Faleminderit Zot për pasmorin e drejtësisë. Unë nuk jam i drejtë nga vetja ime, unë jam i drejtë për shkak të gjakut të Krishtit. Faleminderit Zot për brezën e së vërtetës, e vërteta do më bëj të lirë, dhe e vërteta e Zotit thot, unë jam i shëruar, unë jam i bekuar, unë jam i çliruar në emër të Jezusit. Unë i bllokoj veshët e mi ndaj gënjeshtës, ndaj frikës, ndaj ankthit, nga depresionit, ndaj shqetësimit, në emrin e Jezusit, dhe unë shpall që unë dëgjoj fjalën e Zotit. Asnjë sa nuk do të dëgjoj tani. Në emër të Jezusit, vendos duart në veshët e tu, edhe shpalli veshët e mi janë të bekuar, veshët e mi janë të hapur, veshët e mi janë të vëmendshëm për të dëgjuar fjalën e Perëndisë në emrin e Jezusit. Edhe unë marr burojën e besimit, unë vesh këpucët e ungjillit të paqes dhe ma shpatën e frymës shenjtë në emër të Jezusit dhe unë shuaj shigjetat e zjarrit të ligut. Nëse i ligu të ka dërguar shigjetat e zjarrit, sot jam të shuara në emrin e Jezusit, sepse buroja e besimit është e lagur me gjakun e Jezu Krishtit. Haleluja. Në qoftë ne vërejmë armatimin e Perëndisë, është i gjithi për para nesh. Nuk ka asnjë armë brapa shtëpisë tonë. Ne nuk jemi projektuar që t'i kthejmë shpinën Satanit. Ne jemi projektuar që t'i qëndrojmë ballë për ballë. Çfarë i tha Zoti gruas së Lotit? Mos e kthe fytyrën brapa. Pse? Sepse në moment që ti shikon dështime, në moment që ti shikon i dërrime, do kthesh në statuj kripe. Shumë njerëz pasë nuk kthehen në statuj kripe, po ama nuk përjetojnë shijen e jetës. Zoti do që ti ta shijosh jetën tënde. Edhe sot vendos që unë e thyej të shkuarën time. Le t'i ngrebuar ta, le të bëjmë pak ushtrim dhe thoni bashkë me mua. Unë e thyej mallkimin, unë e thyej zinxhirin e mëkatit, e gjërave negative që kanë ndodhur në të shkuarën time. Çdo gjë e keqe e thyej tani në emër të Jezusit. Çdo mallkim që është hedhur, çdo mëkat magjie, çdo mëkat braktisje, dështimi, unë e thyej tani në emër të Jezusit. Unë marr vajose nga fryma e shenjtë dhe unë ec në rrugën e bekimit. Aleluja. 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 Ti nuk je projektuar që ti ikësh me vrap nga armiku. Ti nuk je projektuar që ti jetosh i friksuar, i tërhequr. Kur ne tërhiqemi, kur ne dorëzohemi, ne lëm veten tonë të hapur ndaj sulmeve të armikut, dhe kjo është e rrezikshme. Dhe shkrimi shenjtë thotë, qëndroni të fortë në besimin tuaj, dhe pasi të keni kundërshtuar djallin dhe keni bërë gjithçka mirë, do të qëndroni të fortë në këmbë. Si e kundërshtojmë djallin e? Nuk e rajmë me grushta, me fjalën e Perëndisë, ne shpallim fjalën e Zotit. Shpallim fjalën e Zotit për situatën që ti je. Nëse gënjeshtër të thotë ti nuk e di çfarë do të ndodhi në të ardhmen tënde, mos thuaj o bo. Ti thuaj ardhmja ime është e bekuar në emër të Jezusit, e shkuara ime ka ikur tashmë dhe është e larë me gjakun e Jezusit. Nuk ke me autoritet e shkuar në jetën time. Kur të keni bërë të gjitha, pra kur të jeni lutur, kur të keni besuar fjalën e Zotit, kur të keni shpallur me besim fjalën e Zotit, dhe ndonjëherë gjiganti ndodhet prapa ty, duke bërtitur, duke folur fjalë negative. Ti mund të jesh në dyshim,
në pasiguri. Mos u kthete kjo. Duhet që të qëndrosh dhe të shpallësh fitore në emrin e Jezusit. Perëndia nuk do ta kishte lejuar gigantin nëse do të ndalonte qëllimin tënd. Perëndia nuk do ta kishte lejuar gigantin që të dilte përpara Davidit nëse ai nuk do ta çonte drejt fronit. Ti po shkon drejt fronit. Nëse ti ke një mal përpara, nëse ke një vështirësi, nëse ke një sëmundje, thuaj Zotit faleminderit. Unë do ta mund. Unë do ta shkel kokën e gigantit. Fjala e Zotit thotë, unë do të shkel mbi gjarprin e muës, unë do të shkel mbi kuqetrën në emrin e Jezusit. Psalmi 91. Sepse Zoti është fuqia ime. Dhe fuqia e Zotit na bën që të kalojmë malet, të kalojmë vështirësitë. Dhe na çon ne drejt fitores në emrin e Jezusit. Sot merr një vendim. Thuaj, unë do qëndroj përpara gigantit si Davidi. Unë jam duke u ngjitur në nivele të reja. Shpallë bashkë. Unë jam duke u ngjitur në nivele të reja. Unë marr sot shëndet të mirë. Unë marr sot terren të ri. Kufit e Zotit po zgjerohen në jetën time. Kufit e mbretërisë së Perëndisë po lëvizin. Frymëshin eja edhe më mbush plot tani. Në emrin e Jezusit. Unë kërkoj transferim nga errësira në dritë në emrin e Krishtit. Nga trishtimi në gëzim. Nga hidhërimi në festë. Nga e shkuara në një të ardhme të bekuar në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit të kryq unë jam i bekuar. Zot faleminderit për fuqinë e ringjalljes, atë fuqi që i ngjalli Krishti prej së vdekurish. E unë lutem Zot të veproj tani në emrin e Jezusit. Halleluja. Gjatë adhurimit do të lutem për ju dhe do të lutem për veshët tuaj. Dhe kur lutem për veshët, do lutem që ju mos të dëgjoni më fjalë negative. Një nga gjërat që Zoti armiku na sulmon janë veshët. Dhe Jezusi tha, kini kujdes se çfarë hyn, jo çfarë del. Çfarë hyn? Djalli na mbjell gjëra negative në jetën tonë. Prandaj shumë e rëndësishme të dëgjojmë fjalën e Zotit. Halleluja. Le ta adhurojmë Zotin. Le ta shpallëm kush jam unë. Përdorini këtë këngë si një shpallje. Halleluja. I see I'm a soul.
ne ka dajë të ndojnë për një. Ne jemi të sjellur për një dashur, për falërojmë për që ti nuk na ke partisë për një dashur, nuk na ke dhënë një fundit të mirë për një dashur. Dashuria jote është për një dashur. Në të histori që ne mund të imaginojmë për një dashur, të mendojmë për një. Është për të ishtë do imaginatët tonë për një dashur. Për të ishtë do njësijet tonë për një. E të falenderojmë Jezus. Vazhdojmë të këndojmë këtë gjallë. Zinxhirët e shkuarës janë të thyer tani në emrin e Jezusit.
vetmia shtetyrën e emrit Jezusit nuk ka autoritet minor. Unë shpall gjakun e Krishtit në jetën time. Unë marr fitoren e Krishtit në emrin Jezusit. Unë shpall me besim. Aleluja. 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 Deve Zotë. Le ti këllojmë nga shumëri. Le ka urmëritos. Le ta bekojmë. Eja Zotë dhe nga visitoso. Eja për me shenjë dhe nga visitoso. Eja për me sotë dhe më mbush sotë. Më mbush sotë dhe më mbush. Aleluja. So
Let the love